Të Bashkisë Beratit kam prononcuar edhe më përpara. Berati ka shumë probleme si qytet, por ajo që duhet kryesorja është që të bëhet unaza e madhe e Beratit për shkak të trafikut të mbigarkuar jo vetëm për festa, por probleme të tjera Berati ka shumë, qoftë në qendrën muzeale, qoftë edhe në jetën sociale të qytetit. Berati është një qytet muze i cili ka turizëm 12 muajt e vitit, por se po të shikojmë jeta reale në Berat është jeta reale në Berat është e gjallëruar vetëm në behar. Kjo është lënë shumë për të dëshiruar. Pra, kryesorja që duhet, të bëjë Bashkia e Beratit, duhet të investoj për qytetarët që të hapi vende pune në administrat, por edhe të bëjë investime. Investimi kryesor është unaza e madhe, sepse jemi në një vend shumë problematik që ka patur probleme qoftë në rastin e përmbytjeve, qoftë në rastin e lagështirës e rreshjeve. Për qendër muzeale edhe për tjera projekte siç është parkimi në Toksor, i cili unë për veten time si qytetar mendoj se është për interesat të dikujt apo disa personave. Por thash, duhet menduar më shumë për këtë qytet, jo vetëm për fushata elektorale, por për ta gjallëruar jetën sociale në 12 muajt e vitit, turizmi veçanërisht, por edhe projekte ambicioze për turizmin.